Unë jam një nën tani 85 vjeçe. Kam lindur edhe jam rritur në Janjar. Atje në fakt ishim me bujqësi, me blektori, me punë shumë, të lodhura shumë, se ishim edhe 7 fëmijë. Fillova që në 10 vjeçe. Unë veja pas babait në fusha. Dhe në fusha që veja, blidhja në darkë që betej pambuku në vjeshtra, që do billej gruri, veja pas babait, blidhja të pambukun, vinesha në darkë, ai na rregullonte i shketi ato këpucët që ishin atëhere, i thoshë me spango. Edhe unë hapja atë pambukun, tirrja, e shtyllja, edhe bëja çarape, e bëja bluza, se ishim 7 fëmijë. Babai me ato punët e dorës të tija, të vinte në darkë me ato qepjet e ature që këpucëve, që na ishim 7 që na bante, veç 7 do vineshin edhe musafir atëhere. Megjithatë, unë isha shumë e dhënë pas punës dorës. Edhe fillova pastaj që pas babait që veja, e mirja të çarapen mbrapa, të tantellën, edhe punoja pak kur rriëm. Erdhi puna që mora njërë ashtu pasaj, vajta 12-13 vjeçe, fillova prap punoja, punova në kooperativë, edhe prap punoja pak punë dore. Më kërkuajtin që për të martuar, që në 15 vjeçe. Nja 3 vjetë pasaj, burrin e kisha 3 vjeç 4 më të math nga vetja. Hënë shkollë të mesme ai, hënë vajti ushtar, baroj, ata më kishin kërkuar, më morën në 17 vjeçe, u martova. Isha e detyruar që unë të rrija me prindrit e burrit atëherë, se ata e kishin djalin e vogël, të tjerët ishin të martuar e të ikur në Sarandë, edhe isha detyruar që unë të shërbeja pleqve. Paroj ushtrin 3 vjetë burri, iku vajti në shkollë, pastaj bëri të lartën. Në dërmarje pastaj erdha unë, isha 25 vjeçe që erdha përfundimisht në Sarandë. Edhe u futa në Jorgan. Atëhere ishin punëtoret vjetra, unë isha e vogël, e re, edhe më ndihmuan ato që mësova zanatin. Mësova zanatin 5 vjetë thuajse në Jorgan. Pastaj u prish ajo vajta në Delvin Jorganët, edhe në Sarandë ishin prodhime të ndryshme. Në Sarandë ishin vetëm qilima. Ku do shkosh, më thanë mua, në qilima apo në Delvin në Jorgan? Jo, i thashu, në qilima, do futem në qilima. Isha 30 e ca vjeçe atëhere në qilima. Edhe fillova, mësova në qilima. Si dzënse në fillim, nja 5-6 muaj, me punë jo të rënda, në qilima që bëneshin për jashtë shtetit, në qilima të thjeshta. U bën atëre për turizmin, u bën rrugica të mëdha shumë, me metro nuk e di se baj mend sa ishin, edhe fillova në ato pastaj fillova në qilima të për jashtë shtetit. Edhe hotel Butrindi, po dhe turizmi atëhere, me shkallët të tëra ushtruan me rrugicat tona, mund të jenë akoma në atë. Produktet tona, këto që bëneshin të rrahura, të mira, jashtë shtetit. Nuk e di ku vejen në Durrës, paketoheshin, do baronte qilimi, do paketohej, në fund të muajit do dilin jashtë shtetit. Kush ishte për shembull që e bënte punën e mirë e dalluar, do flitej në darkë në atë që na mirjen, që flisjen. Kjo ishte dalluar, ajo ishte dalluar, si atëherë në ato kohra. Na u bildërmarja. U bildërmarja gelëm. Filluan e ikin në Greqi, nuk e kisha qejf Greqin të drejtën, se edhe burrën e kisha në punë atëherë. Ishte në degën e furnizimit, në drejtor, ishte në atë periudhë, në degën e furnizimit. Edhe vazhdoj ki me qilima në Sarandë, në Delvin, drejtor. Unë pastaj thash që çfarë do bëj unë tani, vazhdova të ako punova tantella. I dërgova jashtë ushitën, gjëra të vogla. Pastaj i marrim një të zjatë math me një shoqe,
Edhe në shtëpinë e asaj 10 vjetë kemi punuar të dia. Ato qilima që bëjëm nena i kërkuajtin shumë, jashtë shtetit, në çdo vend. Bën e sap në Amerikë nuk di sa van atëherë nga ne. Pastaj punova 10 vjetë me ata, ajo më thot mua që nuk punoj dot më unë. Morëm një dyqan me qira vetëm. Edhe për qilima, edhe për jorgan, edhe për bulesa krevati. Po, tani unë baj një rroba qepsi të vogël atje, bush jastëqe, bëj çarçafe, bëj kllofe jastëku, gjëra të vogla prap, vazhdoje i bëj akoma, se themi që mos të billem brenda se edhe burri s'më jeton, po miku e djalit 22 vjeçe. Edhe me këto kam mbajtur familjen. Kam jetuar vetëm sa jemi ushqier, asnjë gjë tjetër. As kemi bërë ndonjë. Shtëpi të kisha që atëherë, se po të kisha, mos të kisha nuk do isha pa shtëpi tani. Se me punë dore nuk, ajo punë dore që bëja bëj sa për të ushqier. Ishin dimi punëtor atëherë avash. Edhe vazhdova në ato jorganet. Si që jorganet ikën në Delvin, unë ktheva në qilima. Mësova qilima, isha 30 ca vjeçe atëherë që mësova qilima. Edhe vazhdova punova atje. Nuk kishte vlerësim, po aman jetoje. Ama të dilte qilimi gate zjau, djeje një kënaqësi të madhe, të xhirrje kaq punë nga dora. Unë isha e detiruar, se ashtu mbajti fati për shembull, kisha djalin e sëmur, isha e detiruar të punoja, të baja familjen. Edhe 8 vjetë më bëri djali sëmur atëherë, unë vazhdoja punoja. Këto punë të dorës i shisja tani që të ndihmoja dhe djalin të sëmur, se ishte me 2 fëmijë, kur më sëmur. Edhe mora pastaj edhe të zja vetëm. Nuk punova dot në të zja vetëm, edhe se doja të veja edhe në Greqi që kisha djalin sëmur edhe këtu. Edhe fillova me jorganët që kisha zanatin. Ata jorganët me dorë atëherë nuk vlerësoheshin ore birë as 20.000 lek. 20.000 lek atëherë, në fillim atëherë nuk ishin 20.000 lek që ishin. Edhe unë punoja prap, vazhdova. Me dorë, çdo gjë, edhe sot e gjithë ditën unë çdo gjë e kam punuar me dorë. Dhe kam patur shumë sërdaq që të bëja atë punë e dorës, edhe qilimin, edhe jorganin, edhe çdo punë, ama nuk kam shikuar për vete time asnjëherë, asnjë ditë, asnjëri më ka vlerësuar për shembull të thetoj që ti moj nën kaq shembull që ke bërë gjithë të punë dore, daloj të marrim të japim një dhuratë, se din gjithë Saranda që unë kam punuar kaq. Megjithatë nuk e kam patur problem, se më ka dhënë Zoti një shëndet të mirë në këtë moshë, vazhdoj punoj akoma, edhe sot e gjithë ditën punoj pak në makinë akoma, edhe mos të rri në shtëpi. Kënaqësia që të punosh që në 25 vjeçe deri në 85, një punë dore që të pa parë, edhe më përpara kam punuar tantella, kam punuar prap i shisja edhe bëja. Kënaqësi i shot ke qenë, xherr diçka nga dora. Më kërkojnë akoma, po them tani vetëm pak punë dore atje te makina bëj. Shumë njerëz më thonë nëna qilimin që të shtrojmë. 2 qilima që kam mbajtur për tiket në shtëpi djali, dhe tiket bas mua se çfitova u po dash një qilim të shita. Le të jenë atje punën e dorës, u themi edhe fëmijëve, më thonë shiti ja 2 qilima që janë. Shiti më thonë mua, unë si shita i themi atëhere që kisha djalin të sëmur, që ka 20 vjetë që më ka ikur, edhe tani do i shes, nuk i shes tani se dua t'i shikoj sa t'jem unë.